Tarnat që në Kosovë që në zvisin në brendim, që dhe djemë kanë qef me jetu këtu jo jashtë, i madhi ka letët në Gjëmëri, për s'donë. Do në më këtu këtu. I kemë politikonat, ata mirë në hajnë mirë, nësë mu. Kemi shtu dhe mishën e kinë që të në ta që i pekim në sash, nuk e dija ka në restoran tjetër një në Kosovë që e bënë. Unë jem Gjafrej Strefaj, shati Stelci Ebrëm, për njëri bi lokalit të moja Stelcit. Për më lirë për ju që këtë gjithë sot këtë ditë me borë, po që si ju javlenë. Më bjerë me këtë punë që zdi sa vite. Që sa vite? Që 20 vjetë për përshirë mirë, përsta mi. Kemë edhe rëstan poshtë në pej, kështu që ideja ka qenë tu e pas që kërkes vjeçve që kanë fillu mu bëtë qenë i turizmit, dhe kemi fillu vetë mendimin familjarë kemi bu. Po. Kemi që 3 vite kemi fillu, viti 3 vjetë është. Po e ka qenë edhe shumë i mirë, ka qenë vizitor kemë shumë, jënë të knaqën, pamje ka këtu shumë, se shivet, rafshi duka gji, dhe në Prishtinë shit. Po, komplet. Bjesht nëna Shqipni, Malzi, krejt jonë. Kështu si manet s'ki më shku. Valla me të tregu drejten, mas shumë të kemë pej të Kosovës që jënë, po kanë fillu Shqipnisë më artash. Në sezon ka ma shumë, po dimnit ka shumë. Dimrit ka shumë. Po, me rezervime kemë bojtinat i kemi, kemi fillu i kemi botash, kemi të hapë mushim më zhënë dhe pak. Kështu si jemi të knaqën shumë me punë. Këtu vinë, zakonisht kemi ushqim tradicional, merë me tradicionali, kemi gjithat këtu i të bio, po edhe veni është si vend, pamja, ajri i pastër, ke bjeshkani ka shumë dhe specifiki ka faunat i kemi gjitha këtu. Tu fillu perit, derit, karprollit, dhe i stegër. Kemi pishin që se ka si bjeshk. Këtu është shumë vendi i mirë, i shnosh. Produkti kemi këtu që ka është mishë, këtu sonë gjatin, mazën, këtu i këtu që kemi, kanë do të fshatit, kanë majnë dhanë, ljopë, këtu zakonisht furnizohen me këtu. Pasaka ka qenë ku kanë arë shumë. E pa mundësi mishë vitë gjithë që kanë pritë, e kuptojnë që është bjeshk në alësi. Kështu që me mija akon, pak me rezervimi më shku, ma mirë, me në remu në njëftu, se për lija të dimë, se në veç bje më bojnë tazi i bojmë. E një kinë për shumë bojnë dhe 3 orë më pjekë, me sa që i pjekim në. Nuk merë me këtu, ba shumë të vinë për mishën e qingjin saq, edhe këto bje, mazë i me këto senet që jënë tradicionale, i bojmë këtu gjitha. Që 2 ditë kanë fillu më dalë bari të më dhanë, e sot që ka marë, fatkesish, po i sholla heket, besoj e... Gjatë sezonit pere, sa priti me pas të vjetë punë ma shumë? Pa i besoj që po, valla. Në bazë që kemi kërkesa e telefonojnë e këtu, besoj që po. Jo bjesh kanatat, njëllëta, po këtu vinë zakonisht për detë në. Për durësit e për i dadër. Kështu që kanë qenë vjetë musafer, po erdhët pa për ka detë. Ishtë ftofë borë që detë, në nëllësi e madhe. Po patë, parësisht ne kemë për 20 minuta në gjitë e shpej, strelësit për fshati. Tu jemi nga për 2000 metra në nëllësi. Aja mas shumë të që i bënë me jenë të knaqë më një. E fatëm ishtë Sheverinë, radine në ka, asfaltin në ka pru. Komunja është në bashkëpunim, kanë animon më atë mundësi që ka. Po s'kanë mjeta ata për kështu, besoj. Po investim ka darë shumë, në 5 vite këmë fillu me më. Po ka qenë pak e fëti se rruga s'ka qenë atërë, o konë pak ma problem për... Po si do qofte kemë kryje, kemë dalë. Në Gërbet kemë qenë në para lufte, kështu jemi këthy në lufte që mos jemi shkuar. Këmë marrë pjesë në lufte, këmë qenë këto, tash këtu. Edhe jemi knaqë edhe djemë të kanë qef me jetu këtu jo jashtë. E i madhi ka letët në Gjëmëri, për s'donë, do në më këthy këtu në lindje. Po tu tash është mirë që kanë fillu pak edhe nësë që për nërë, për shemë vitin sumi javë ngritë rogat, të ardhat pak, që dhe tash është kanë shkelë për në tortë. Unë qëmë, pa të jemë për një, po të arnat që në Kosovë që në zvisin në brendim, me shmimi tjeshtë, atë lira shumë i kemi shqip, po kemi me meny shkon. Po shumë shmimi si në qytet. Si qytet? Po s'ka dallim këtu. Më nështë edhe ma lirë si në Prishtinë. Ma lirë si Prishtinë. Se më unë Prishtinë peshë është rajtë. Fatja jonë, atje i kemë politikonat, ata mirë në hajnë mirë, nësë mu qytetarët jenë më. Kjo është një sofrë tradicionali për 4 persona. Kemi shtu dhe mishën e kinë që të në ta që i pekim në sash, është një njërë pak më agësan, që një ndër të parë që e bëjmë. Nuk e dija ka në restoran tjetër një në Kosovë që e bëjmë. Kjo është lishenik bjom, kos djatë speca mazë mazime, speca majk, fli,
edhe bukë përvaqe e shtëpisë. Kem pas shumë për gjithë Evropës, kem pas vizitorë tash. Kem edhe grupe shumë turizmit që vinë për me vizitu, sepse ka dhe shtege të ecjes, ka dhe aktivitetet të tjera si kalirin për shembull. Deri tash tonë jam të kënaqur, nuk kem pas në ankesë, po me fjalë të jam që jam të kënaqur tonë. Tash e kem mundsuar dhe akomodimin këto. Kemi bërë dhoma të gjumit, kemi 5 dhoma gjumë për momentin, edhe 2 villa që mundën më akomodojnë për familjen. Çmimi i dhoma është 50 euro me mëngjes, kurse villat janë 70 me mëngjes.